Në ambientet e Xhamisë së Madhe e Bubekër nisi kursi veror Buzqesh 2025, edicioni 4 i tij, organizuar nga sektori i arsimit pranë Myftinisë së Shkodrës. Ky kurs i veçantë për fëmijët do të zgjasë deri në datën 4 korrik dhe është një kombinim mes mësimit dhe argëtimit. Ai përqendrohet në edukimin e fëmijëve me vlerat islame, në arte, veprimtari argëtuese, shëtitje, lojra zbavitëse e të tjerë. Janë kurse intensive, 3 javore, 1 mujore, të moshave të ndryshme. Edhe ky kurs që ka një kombinim midis mësimit dhe artimit, ka për qëllim për të krijuar këtë atmosferë të gjerë edukative, por jo vetëm, edhe fillimin e disa lojrave zbavitëse, argëtuese për fëmijët tanë. Edhe me këtë rast unë i bëj thirrje prindërve që vera nuk është një periudhë pushimi, po është një mundësi edukimi. Dhe prandaj mos i lini fëmijët në mëshirën e rrjeteve sociale apo të rrugëve, por t'i sjellin në këto mjedise qetësuese, edukuese, ku mblidhen vlerat edukative, të dijes, por edhe të artimit. Deri tani janë të regjistruar mbi 70 fëmijë dhe presim që të rritet numri. Janë të moshave nga 6 deri në 12 vjeç, se ky është një brez shumë i rëndësishëm për të edukuar. Programi është i larmishëm, është edukativ, është i bazuar mbi vlerat islame. Gjatë kësaj periudhe Myftinia e Shkodrës ka bërë me dije se ka nisur edhe kurse të tjera intensive verore në disa xhami dhe qendra islame të Bashkisë së Shkodrës.